Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi të mos marrë në shqyrtim verifikimin e mandatit të gjyqtares së gjykatës së posaçme Irena Gjoka, për të cilën prokuroria e përgjithshme arriti në përfundimin se ka qenë dënuar në Greqi dhe nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Me 6 vota kundër dhe 4 pro, Këshilli i Lartë Gjyqësor refuzoi shqyrtimin me argumentin se dosja duhet t'i kalojë Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, duke argumentuar se diskutimi mbi papërshtatshmërinë e gjyqtares lind, pasi ajo ka marrë tashmë statusin e magjistrates. Antari Ridvan Hado paraqiti këtë argument në seancën që u zhvillua pa media, por u përcoll përmes platformës Zoom, ku u mundësua vetëm zëri e jo figura. Në këndvështrimin tim duhet i dërgohet Inspektorit Lartë të Drejtësisë që të procedojë lidhur me këtë çështje. Këtij argumenti ju bashkuan dhe antarët Ylka Rupa, Markelian Koçaj, Emuna Muçi, Klodian Kurushi dhe kryetari Ilir Rusi. Ky relacion nuk pranohet. Me shumicë votash ata rrëzuan në relacionin e mbështetur nga Irena Plaku, Gentiana Muçaj, Alben Stabaku dhe Bledar Bajri, që kërkonte nisjen e procedurave dhe kalimin e çështjes në Komisionin e Karrierës. Këshilli duhet filloj procedurën për verifikimin e kushteve të ndalimit sipas këtyre dy ligjeve dhe të konstatojë nëse jemi para situatës së pasgjithshmërisë sipas një. Sipas vendimit, ILD do të kryejë hetimin fillestar dhe më pas do të vlerësohet nëse çështja duhet të kthehet tek KLG për të marrë në konsiderat ndërprerjen e statusit të gjyqtares. Kryedemokrati Sali Berisha ishte i pari që e denoncoi publikisht se gjyqtarja Irena Gjoka ka qenë dënuar në Greqi, duke publikuar edhe një dokument që sipas verifikimeve nga prokuroria e përgjithshme rezulton origjinal.